Deri më sot nuk ka qenë rregulli i regjistrimit të hapësirës publike. Sot me këtë masë të re hyn në fuqi si një detyrim ligjor pikërisht regjistrimi i hapësirës publike, që do të thotë kur kemi një zhvillim të caktuar mbi një pronë private për një godinë e cila pastaj ju jepet një numër i caktuar familjesh apo edhe biznesesh që atë blejnë aty hapësira. Çdo metër katror rreth e rrotull asaj godine nuk është më pronë private, është pronë publike. Dhe nuk mund të ketë aty gardhe dhe zhvillime të tjera dhe leje të tjera për privatin,